Përshëndetje, sot në studio kemi doktor Rezart Lahin, me të cilin do të flasim sot për investimet. Edhe si fillim, duam që të dim rrugtimin tuaj drejt investimeve. Si ishte rrugtimi jot, deri më sot, në arritjen e investimeve tuaja. Të falenderoj shumë herë për ftesën, është shumë mirë kur ne ndajmë disa ide për gjithë të rinjt apo edhe për gjithë njerëzit që kanë nevojë të mësojnë më shumë për rreth investimeve. Në fakt unë kam filluar në vitin e larg 1999 fushën e sipërmarrjes kryesisht në retail dhe distribucion, kryesisht me rrjetin e kancelarive Infinity dhe pastaj edhe me disa sipërmarrje në 2014 kaluam në e-commerce me Shopping TV.al dhe me disa kolegë të mi që themeluam pastaj edhe shoqatën e bizneseve online. Kuptohet përmes 25 viteve biznes krijohen fonde mjaftueshëm ku ti jo domosdoshmërisht do I hedhësh tek portofoli I bizneseve tuaja, por shikon edhe për alternativa tjera dhe ne kemi filluar SmartVest.al që është një platformë investimesh ku po shikojmë dhe po mendojmë investime në startupe teknologjike, pra në aplikacione të ndryshme, por edhe në franchise, në distribucion, në real estate e tjera. Por ajo ku ne e kemi fokusin kryesor dhe kemi një buxhet konsiderueshëm prej 7.5 milion eurosh, që ka të bëjë kryesisht me startupe teknologjike dhe po shikojmë gjitha mundësitë se si mund gjejmë aplikacione apo ide të cilat kanë filluar janë në vend zbatim. Pra nuk janë thjesht ide gjenez, por kanë filluar janë në vend zbatim, të cilat kanë një mënyrë se si mund shërbejnë jo vetëm Shqipëri, por gjithë Ballkanin apo gjithë Europën. Pra nuk po shikojmë diçka që të jetë vetëm në Tiranë apo vetëm në Fiera, veç Shkodër, por diçka që mund shtrihet ndërkombëtarisht. Këto janë bizneset investueshme. Le të themi që në ditët e sotme dikush do që të ndërtojë një aplikacion ose do që të bëjë një investim. Le të themi, por nuk I ka mundësitë e veta, domethënë. Si mundet që ky personi të arrijë të investojë ose mund të arrijë që gjej parat për të bërë investimin e tij? Po vizualizoj Edin, një personazh. Edi është një djalë që ka marru ose për IT, por mund të jetë edhe dikush që s'ka marru fare për IT, dikush që s'di për të programuar. Ne gjithë që jemi në ndër themeluesit e tregut online, besoni asnjëri nga ne s'di me bën një website. Sepse s'kemi nevojë, ti patjetër mund të gjesh IT në Fiverr, mund ta gjesh dikë në Shqipëri që e bën. Rëndësi ka që ti të paktën të kesh një ide se cili do jetë produkti jot. Çfarë ka nevojë tregu, si do ja plotësosh ti atë nevojë dhe si do e përkthesh në monetizim, si do e përkthesh në një sistem financiar, se mund të ketë diçka nevojë tregu, të cilën ti se kthen dot në biznes. Kështu që Edith ka një ide, fillon e tenton vetë me sakrificat e tij, duke qëndruar net pa gjumë, duke shpërndarë, duke filluar ta gjenerojnë. Dhe pastaj vjen një moment ku I vetëm nuk e çon përpara. Ne natyralisht do donim që biznesi të kishte mundësisht edhe 2 themelues, edhe 3 themelues, jo më shumë se 3. Dhe në fund keni arrit një farë lloj piket. Pastaj ajo që ne mund të bëjmë është duke injektuar para, duke investuar, nuk e di në bazë të fazave 25, 50, 70, 100.000 euro. Testojmë fazat e ndryshme dhe ku mund shkojë ky aplikacion. A mund të jetë I aplikueshëm ndërkombëtarisht dhe pastaj edhe mentorimin, pasi kuptohet dikush me shumë pak vite eksperiencë kujton se çdo gjë është shumë e thjeshtë dhe ka atë fazë që e quajmë ne optimizmi nga ignoranca, pra nga ignoranca nga diçka që nuk e din. Mundohemi me eksperiencën që kemi edhe ne ti fusim pak më tepër në shina dhe t'ja optimizojmë edhe koston, por mund të shfrytëzojnë edhe stafet tona në të kompanive aktuale. Pra ne kemi staf logjistik, kemi staf për marketingun, kemi staf për dizajnet, kemi staf për financën, kemi ambiente për zyra, pra dikush mund të përdorë gjithë këto asetet tona, zyrat tona, stafin tonë të marketingun, për të arritur më tepër kompaninë e vet. Patjetër që ne e bëjmë për interesin tonë, kundrejt përqindjeve në kompani, nuk është se ne jemi kompani bamirëse që bëjmë thjesht për bamirësi. Ne duam të fitojmë lek dhe personi Edi në rastin konkret do të fitoj para. Kombinimi gjithë këtyre energjive, patjetër mund bëjë që kjo kompani nesër pas nesër vlej $5 milion, $10 milion, 50, 500. Le të themi që Edi, personazhi ynë imagjinar sot, ka qenë më përpara një punëtor, ose thjesht
ka pas punuar diku tjetër, është mësuar duke punuar, por sot ai ka marrë iniciativën edhe dëshiron që të bëhet një investitor. Si mund? Se investitor duhet kesh para. Edi për momentin s'ka. Le të themi që do të bëhet sipërmarrës. Si mundet ai që ta ndryshojë mendësinë e tij, duke qenë se më përpara ka qenë punëtor për një kompani tjetër apo nuk i dihet, edhe do që të bëhet sipërmarrës, do që të krijojë kompaninë e tij. Mirë, po ai ka frikë. Çfarë duhet bëj Edi në këtë rast? Ose ku duhet të mentorohet, si duhet të veproj? Ndoshta shumë pak njerëz e din, po Elvis Presley ka bërë mbi 740 këngë dhe vetëm 40 nga këngët e tij kanë qenë të famshme. Picasso ka bërë mbi 1885 vepra arti, po vetëm 40 prej tyre mund të njohin ndërkombëtarisht. Ka shumë raste tjera. Thomas Edison 1075 patenta. Ne njohim kryesisht llampën elektrike. Colonel Sanders nga KFC ka bërë mbi 1000 takime deri që mori franchise-in e parë. Thonë 0.09% marsh suksesi, që do të thotë 99% dështime. Imagjino sikur këto gjeni të kishin hequr dorë që me dështimin e parë. Pra, Edi gjëja e parë duhet tentoj, duhet t'i thoj vetes që unë duhet tentoj ta bëj këtë sipërmarrje, me kushtin e vetëm që çdo ditë të zgjohet dhe të thojë çfarë mund të bëjmë më mirë nga kjo sipërmarrje, me kushtin e vetëm që të pranojë dhe gabimet të fillojë nga vetja, mos t'ia lë fajin që stafi e kishte fajin për këtë, vendi e kishte fajin për këtë, koha e kishte fajin, çdo gjë e ka fajin Edi dhe vetëm nëse ja pranon fajin vetes, mund bëhet sipërmarrës i suksesshëm. Kthehemi edhe një herë, si mund ta marr vendimarrjen Edi që nga punojës të bëhet sipërmarrës. Së pari të jetë gatshëm për të sakrifikuar, të jetë i gatshëm për dështu dhe të jetë i gatshëm që të punojë orar pa orar. Sipërmarrja ndryshe nga duke qenë i punësuar, nuk ka orar. Ty të mendon në të rri mendja 24 orë te pjesa, pra bësh obsesiv tek ajo gjë që ti do të bësh. Pra ti duhet jesh gati që suksesin ta marrësh avash avash. Ne nuk mund zgjohemi nga 30 vjet që s'kemi bërë asgjë gjë dhe të nesërmen të shkojmë palestër dhe të pas nesërmen ne të kemi muskuj. Ndodh? Jo. Duhet të shkojmë për muaj me radhë, për vite me radhë palestër. Pra duhet ta konsiderosh biznesin si palestër. Pra duhet një karakter i fortë dhe ta ndajë mendjen që ai duhet të punojë për biznesin e tij. Ai mund stërvitet patjetër te biznesi tjetrit, që do thotë mund të marrë përsipër përgjegjësi. Thotë, ju më keni lënë me vendos mikrofonat këtu në këtë studio. A mund të merrem pak edhe me ndriçimin? A mundem ta mësoj pak edhe kamerën, ku janë filtrat e kamerës? Si mund të bëj këtë gjë? A mund të mësoj online në YouTube si ta bëj edhe montazhin në Adobe Premiere apo në CapCut? Marri përsipër përgjegjësi, pasi sipërmarrësi së pari merr përsipër përgjegjësi. Nëse këtu bjen flaka, i pari që vjen sipërmarrësi dhe thot ç'a do bëjmë. Pra, e para. E dyta, duhet ketë vazhdimsi të ajo gjë, pra nuk duhet vetëm një ditë të rregulloj ndriçimin, të rregulloj mikrofonat apo të bëj vetëm një montazh Premiere, po duhet për çdo ditë në mënyrë me vendosmëri ta përmirësoj atë proces. Këto kemi bërë gjithë, s'kemi bërë një çudi të madhe, thjesht kemi qenë obsesiv që të marrim përgjegjësi. Së treti të prodhojnë vlerë, nuk ka rëndësi, nuk mund të shkosh ti sipërmarrësit, ti thosh, marrit rrogën 50.000 lekë. Pse? Ti arrit performancën me 10%, nëse unë të arrit rrogën 50.000 lekë? Jo, po unë duke punu jam. Jo. Nuk mund të ketë rritje. Së pari ti do investosh i pari, siç do jetë në biznes, do investosh. Ti gjithmonë duhet të punosh më shumë se ç'paguhesh në mënyrë që një ditë paguhesh më shumë se ç'punon. Ky është thelbi i sipërmarrësit. Nëse ti investon tek biznesi ku punon, pastaj mund të investosh edhe te biznesi jot. Nuk mund të jesh dembel te biznesi tjetrit dhe punëtor te biznesi jot. Duhet të jesh punëtor tek të dy. Kështu që duke i pas këto parime, ti mund të stërvisësh, mund të bësh muskujt e palestrës para se të bësh sipërmarrës edhe te biznesi tjetrit. Në mënyrë që ai të kuptojë që unë kam nevojë për Edin. Edi ka shpirt sipërmarrësit dhe një ndër veçoritë kryesore të sipërmarrësit është inovacioni. Pra kur ti nuk shkon te shefi dhe i thu më shprish goma makinës, por kur ti e rregullon gomën e makinës edhe pse të shprish, gjen zgjidhjen, shkon te mekaniku, i gjen gjitha zgjidhjet dhe ti bën inovacionin
pjesën e vogël, kur të shprish rafti ti gjen alternative si me rregullu raftin, nuk e troket e dera, e shprish rafti shef ç'a të bëj. Pra, inovacione tham, vendosshmëria, gatishmëria për sakrifica. Qose këto i bën, patjetër që je gati edhe për sipërmarrës. Nuk ka sipërmarrës lindur që ky ka lind sipërmarrës, ky s'ka lind. Janë thjesht disa njerëz që në momentin e caktuar tentojnë të hidhen nga shkëmbi, duke e ditur që aty poshtë ka ujë ose duke shpresuar që do binë pak më butë se ç'bin tjerët. Okej, le ta marrim tani nga këtë aspekt, duke qenë se Edi dëshiron që të bëhet sipërmarrës. Mirë, po më përpara ky ishte punëtor, edhe paguhet. Le të themi që paguhet mirë edhe 700.000 lekë. T'ja vëm një pak. Edhe 1 milion. Edhe 1 milion. Po. Edhe ky paguhet mirë. Tani Edi, domethënë, duke qenë se tani do të bëhet sipërmarrës, po merr mbi supet e tij një rrezik. Le të themi, sa është rrezikshmëria që Edi të dështoj, edhe pse Edi duhet që ta marrë këtë rrezikshmëri. Domethënë, pse duhet bëhet një investitor kur ai po paguhet mirë, po paguan faturat, çdo gjë po ecën mirë momentalisht. Unë jam me parimin që jo kushdo duhet mu bë sipërmarrës, madje pak njerëz duhet mu bë sipërmarrës. Sepse kërkon sakrifica shumë të mëdha, kërkon që ndoshta nga 1 milion lekë të binë në 200.000 lekë, të binë në 0 lekë, shkoj të jetoj me prindrit, haj buken me prindrit, të ketë shumë ma pak lekë. Mos kujtoni që një sipërmarrës fiton më tepër lekë se një punojës. Pasi që kalojnë shumë vite që ai është futur në borxh, në kredi etj, pastaj mund të ketë disa të ardhura më të mëdha, po gjithmonë është në rrezik dhe gjithmonë ato lekë i kanë biznes, nuk i kanë shtëpi dhe në portofol. Pra jo domosdoshmërisht Edi duhet bëhet sipërmarrës, ama nëse Edi do që të bëhet sipërmarrës, ka disa mënyra, si që kemi bërë gjithë. Unë kam punu për 10 vite me radhë, kam punu në një vend tjetër, pra si punësuar dikun, dhe nga ana tjetër pas dite shkoja punoja te biznesi im dhe lekët e xhir e rrogës i hidhja për të mbyll humbjet e biznesit për shumë vite me radhë. Kështu që Edi duhet jetë i gatshëm së pari për të sakrifikuar, deri kur vjen një moment që ai duhet hidhet all in, të lëjë punën. Ai mund të vazhdojë 1 vit, 2 vjet duke punu edhe tek tjerët dhe pasdite duke punu tek biznesi, tek ideja e tij, deri që gjen ose një business partner ose një investitor në mënyrë që ai të hidhet dhe ndoshta të siguroj një të ardhur minimale sa për të jetu. Po asnjëherë në fillimin e biznesit ju nuk do paguani sa një punojës. Gjithmonë do paguani më pak ose as pak. Kjo është ajo kategoria që thash sakrifica. Pra Edi mund të bëj punën para dite dhe biznesin pas dite, ose të jetë një moment kur hidhet komplet me të dyja këmbët dhe thoj deri që unë do gjeneroj disa para, unë do vazhdoj të rri pa lekë. Tani për ta kthyer pak nga ana tjetër, domethënë, le të themi që Edi e krijoi biznesin e tij dhe u bë sipërmarrës. Domethënë, sa janë ose sa është përqindja që Edi të jetë i suksesshëm në atë çfarë ndërtoi, le të themi. Që mos të marrim vetëm Edin si shembull, por që le të themi që ndërtuam një aplikacion, edhe aplikacioni është gati, edhe ne do ta fusim në treg, domethënë sa është përqindja që ai aplikacion të jetë i suksesshëm, duke qenë se shumica e gjërave tani, domethënë në teknologji janë konsumuar, le të themi. Çfarë do lloj aplikacioni që ne të mendojmë, e ka menduar dikush tjetër përpara nesh, edhe e ka ndërtuar, është gati edhe po ecën. Sa është përqindja që Edi të mbizotëroj, domethënë në tregun e sotëm në teknologji? Atëherë, statistikisht 9 nga 10 biznese falimentojnë brenda vitit parë. Që 90% i ka mundësi që prej vitit parë të falimentojë. Gjitha shanset flasin kundra tij. Pra shanset i ka shumë të vogla të mbijetojë. Nga ana tjetër, brenda 1 deri në 3 viteve edhe gjysma i tjetër ikin. Kështu që shanset për të pas një biznes që kalon 3 vjet janë shumë të vogla, më pak se 5%. Megjithatë, unë nuk besoj shumë te idetë se sa tek zbatimi i ideve. Po t'jap një shembull. Janë 3 vëllezër, Alexander, Oliver, tjetrin nuk e mbaj mend, që janë vetëm 1 orë gjysmë larg prej këtu me avion dhe kanë kopjuar çdo ide dhe sot janë bilioner me b, bilioner ose miliarder. Kanë kopjuar çdo ide. Kanë filluar, pra janë vetëm në Gjermani, këtu afër, 1 orë gjysmë larg. Panë që po ecte eBay, bën një kopje të eBay-t, e bën në Gjermani, brenda 100 ditëve ja shiten $55 milion vet eBay-t. Bën Zappos,
një kompani këpucësh në Amerikë, e kopjuan, e bën Gjermani, e shiten edhe atë. Kanë bërë kompani të ndryshme, nga Airbnb-a, Window, nga kompani të ndryshme, dhe normalisht që u bën bilioner dhe kanë krijuar me dhjetra kompani. Kështu që edhe nëse ti merr një ide fantastike që ka funksionuar në botë, dhe ti e zbaton shumë mirë Shqipërinë, Kosovë, Maqedoninë, rajon, nuk do të thotë që ti s'ke sukses, nuk do të thotë që ne gjithë do shpikim Facebookun apo Google nga e para. Ti mund të marrësh një ide shumë mirë dhe ta implementosh edhe më mirë. Ose mund të krijosh një ide, madje më e lehtë është të kopjosh një ide dhe ta bësh shumë mirë, se sa të shpikësh një ide nga fillimi se do ndryshosh sjelljen konsumatore tek ajo gjë. Po për ato aplikacionet që janë të ndërtuara, domethënë le të themi që Edi hyri në treg, kaloi 3 vite, edhe tani është në treg. Po. Sa është mundësia që Edi të qëndrojë në treg, le të themi? Kjo varet nga aftësia e Edit, dhe sepse ka edhe konkurrencën. Jo gjithë flet gjumë, edhe Edi që ka hyrë në treg, mund të ketë prish punë dikujt. Pra, parat që ai ka marrë, të ardhurat që ai ka marrë në kurriz të dikujt tjetër, në kuptimin që kjo është një luftë për mjetesë. Aty janë 200 milionë euro. Tash gjithë vrapojnë si ti marrin. Në një moment i ka marrë Edi, varet cili përditësohet, cili e përmirëson biznesin e tij çdo ditë. Tani edhe për ta përmbyllur, domethënë, një mesazh të fundit për ato personat që duan të hyjnë në sipërmarrje, edhe se çfarë ju sugjeron ti që të bëjnë apo mos të bëjnë që të jenë edhe ato të suksesshëm. Së pari, një pjesë të gjërave ne e thamë, pra duhet jenë të gatshëm për të sakrifikuar etj. Ajo që do thoja unë është që të lexojnë, të mësojnë për fushën e tyre, do bëhen më të mirët dhe patjetër edhe të kërkojnë ndihmë. Të kërkojnë dikujt që ka bërë një biznes më të mirë, ose ta mentorojnë, po duhet të gjejnë arsye pse ai t'i japi nga koha vet, ose të kërkojnë ndihmë, por gjithmonë ndihmën, idetë dhe këshillat t'i marrin nga njerëz që kanë bërë shumë më tepër se ato. Mos pyesin vlla, nan, bab, motër. Ato ndoshta s'kan bërë asnjëherë biznes. Nuk mund të pyetet njerëzit që s'kan bërë biznes për biznes, sepse në fund ty ta ka dhënë Zoti në kokë një ide dhe ti vazhdo me atë idenë tënde. Thjesht pyet dikë që tek i cili ti dëshiron dhe aspiron të jesh. Pra, personi që ti ke pyetur, a dëshiron të bësh si ai apo jo? Mos pyet dikë për cilën ti nuk dëshiron të bësh si ai. Kjo është ideja. Kështu që edhe këshillimi të shmang shumë gabime, të cilat ti i bën nga mungesa eksperiencës. Unë paktën jam mundu gjithmonë me pyet njerëz që kanë pasur shumë më eksperiencë se unë dhe kam shmang shumë gabime, siç kam bërë sa dush gabime, të cilat do doja mos më kishin kushtuar kohë, lek, energji, ditë kthimi mbrapa etj. Ju falenderoj shumë për përgjigjet edhe për këshillat e tuaja të arta, edhe faleminderit që ishit në studio sot me ne. Faleminderit edhe nga ti.